Etër të nderuar, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Qofse patët vëmendjen kur lexua apostulli në letrën drejtuar Hebrejve, apostulli Pavli shkruan atyre, po na shkruan edhe neve sot. Binduni krerëve tuaj dhe nështrojuni atyre, sepse ata rinzgjuar për shpirtrat tuaj si ata që duhet japin llogari, që ta bëjnë këtë me gëzim e jo duke pëshërtir, sepse kjo nuk do të sillte dobi. Binduni krerëve tuaj. Jetojmë në një kohë kur bindja shikohet si dobësi, si gjë e vjetëruar. Jetojmë në një kohë rebele, ku që në familje fëmijët nuk i binden prindërve, i vogli nuk i bindet të mallit, shoqëria nuk i bindet rregullit, por fatkeqësisht këto sëmundje, kjo frym rebele që është në botë jashtë, vjen dhe këtu brenda në kish. Dhe këtu shikojmë ndonjëherë se besimtari nuk bindet autoriteteve të kishës, krerëve të kishës. Kush janë këta? Këta janë episkopët, këta janë priftërinjt, këta janë ata të cilët kanë marrë hirin e shpirtit shenjtë për të mbikëqyrur kishën, për ta drejtuar kishën, për të bekuar dhe shenjtëruar besimtarët. Të dashur të krishterë, kjo është shumë e rëndësishme. Madje është e domosdoshme, sepse pa bindje nuk ka shpëtim. Vetë Zoti Jezu Krisht thot: unë erdha dhe zbrita nga qielli jo që të bëj dëshirën time, po të Atij që më ka dërguar, të Atit. Pra bëri bindje tek Ati, deri në vdekje kryqi. Këtë bindje Krishti e urdhëroi dhe në kish, që besimtarët t'i binden krerëve, apostujve, episkopëve, pleqve, pra klerikëve, presbiterëve. Dhe ne të dashur të krishterë, këtu në kish duhet të mësojmë të bindemi. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse, si tha dhe apostulli Pavli, ata pra, krerët, rinzgjuar për shpirtrat tuaj. Detyra e një episkopi, detyra e një prifti është që ai të mendoj ditë e natë për besimtarët që ja ka besuar Zoti. Thuhet një fjalë, kur dikush bëhet diakon në kish, ai flet vetëm me një sy. Pra një sy e mban hapur se ka mendjen te shërbesa e diakonisë, te komuniteti. Por kur bëhet prift, ai mban dy sy të hapur, sepse përgjegjësia është shumë e madhe akoma. Sepse prifti do përgjigjet për gjithë besimtarët. Shikoni se në rroban e priftit varet një si shall i madh, quhet petrail, përkthehet 100 gur, dhe ka disa thek poshtë. E dini çfarë simbolizojnë ato? Shpirtrat e besimtarëve. Të gjithë juve këtu, të gjithë neve jemi në qafën e priftit. Ai është bariu ynë. Ne jemi delet e Zotit që ja ka besuar Atij. Dhe ai do përgjigjet për neve. Por duhet bindje që ai ta bëj këtë punë me gëzim dhe jo duke pëshërtitur. Dhe kjo është për të mirën tonë. Të dashur të krishterë, secili prej nesh duhet ta mësoj mirë statusin që ka. Jo të gjithë mund të jenë bari. Jo të gjithë janë në krye. Jo të gjithë drejtojnë. Jo të gjithë gjykojnë. Pra këta janë disa njerëz veçantë që kanë marrë një kryq shumë të rëndë, një përgjegjësi, po dhe një gjykim të madh. Prandaj dhe thot Shën Kozmaj, mos i gjykoni klerikët, sepse do t'i gjykoj Krishti me shkopë për hekuri. Kleriku ka një përgjegjësi të madhe, por ka dhe një gjykim të madh. Kujt ju dha shumë, shumë do i kërkohet. Por neve, si laik, jemi delet e Perëndis. Neve nuk do të bëjmë punë e bariut, po duhet rrim si dele
me bindje, me frikë Perëndie në vathën e Zotit brenda kishës, të marrim misteret e kishës nga duart e klerikëve tanë. Prandaj i puthim dorën klerit, priftit. Pse? Nuk ja puthim atij si person, po ja puthim si shërbim, sepse me duart e tij ai kap të shenjtat e të shenjtave dhe na kungon, bëhet masha e Zotit. Dhe ai bekon në emër të Krishtit. Kjo është arsyeja pse ne nderojmë një prift, edhe nderimi shpreh dhe me veprim, me përulje dhe me puthjen e dorës. Por nuk kërkohet një bindje e verbër, nuk kërkohet një bindje servile. Jo, kërkohet një bindje sipas Zotit, sipas Biblës, sipas shkrimit të shenjtë, sipas kanoneve të kishës, që do të thotë kur prift, episkopi ose prifti thot gjërat e kishës, thot fjalët e ungjillit, thot kanonet dhe mësimet e kishës, do bindesh absolutisht. Në qoftë se ai thot gjërat e tij personale, nuk je i detyruar të bindesh. Madje thon shenjtorët, në qoftë se një episkop ose prift thot diçka gjë që është e gabuar, ti nuk justifikohesh duke thënë ma tha prifti. Jo, ti do bindesh ato që janë brenda kishës. Këtë bindje kërkon apostulli Pavli, bindje sipas Zotit. Dhe ne bindemi në të vërtetën që Zoti ja u besoi apostujve, apostujt ja besuan episkopëve, episkopët kishës. Dhe sot kisha ortodokse nderon dy hierarkë të mëdhenj, Shën Athanasin dhe Shën Qirilin, të cilët luftuan në shekullin e 4 dhe të 5 përballë herezive shumë të mëdha, shumë të frikshme, që ndoshta ne sot nuk i kuptojmë, por ata i përballën këto herezi. Herezia e parë ishte herezia e Ariusit, që thoshte që Jesu Krishti nuk është biri dhe fjala e Perëndisë, është thjesht krijesë. Dhe herezia e dytë ishte e Nestorit, i cili thoshte që Virgjëresha Mari nuk lindi birën e fjalën e Zotit, po thjesht lindi një njeri. Por këta dy shenjtor u thirrën nga Perëndia dhe kundërshtuan këta heretik, duke thënë që Jesu Krishti është biri dhe fjala e Zotit bërë bir njeriu. E thoshte Shën Athanasi i madh, dhe thoshte Perëndia u bë njeri që njeriu të bëhet Perëndi. Dhe Shën Qirili thoshte që biri i Perëndisë dhe biri i Virgjëreshës është një bir, një person me dy natyra të papërzjera, të pandryshuara. Këto janë dogmat e kishës, që ne duhet i mësojmë dhe të bindemi në to. Nuk mos lajthisim dhe të dëgjojmë heretikët, që fatkesisht vinë dhe trokasin në dyert e shtëpive tona, mbajnë dhe ungjillin në dorë, ka një buzëqeshje skenike, edhe ka disa të krishterë naiv që i pranojnë në shtëpitë e tyre, dialogojnë me ata dhe thonë, ja kisha pas ka gabime, dhe heqin dorë nga besimi i tyre shekullor dhe bëhen heretik. Kjo është e pafalshme. Prandaj të qëndrojmë me bindje, me frikë Perëndie në kishën e Zotit, në të vërtetat dogmatike të kishës, dhe mos lajthisim majtas dhe djathtas, sepse kjo është për shpëtimin ton. Amin.